Nga e hëna 26 tetorit, të gjithë qytetarët do të kenë mundësinë e qasjes në një pjesë të autostradës Arben Xhaferi që lidh Prishtinën me Shkupin. Kjo autostradë do të shkurtojë ndjeshëm largësinë në mes të dy kryeqyteteve dhe do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit të mallrave dhe lëvizjes më të lehtë të njerëzve nga të dy vendet. Në ceremoninë e përurimit të segmentit të parë të kësaj autostrade, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se ky segment është udhëkyçi më i madh në rajon, për të cilin janë bërë punë cilësore dhe që do të ndikojnë si në rritjen e shkëmbimeve tregtare, ashtu edhe në ato të lëvizjes më të lehtë të njerëzve. Ky udhëkyç këtu konsiderohet si më i madhi në këtë rajon, që lidh Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, na lidh edhe me vendet e tjera. Pastaj na lidh me Prizrenin, Shkupin, Tiranën dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Ajo që na gëzon është se janë punë shumë cilësore të cilat po bëhen. Është një projekt i cili buxhetit Kosovës po i kushton rreth 600 milion euro. Mirë, po është një vepër tepër e rëndësishme për ne, sepse do të përfitojnë qytetarët tonë, përfitojnë ekonomia dhe do të përfitojnë lidhjet tona me shtetet fëmijë dhe me miqtë tanë. Kjo është edhe një projekt i cili na mundson që ne të arrijmë kompleksin e projekteve që po i realizojmë së bashku me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, me të cilat po bëjmë përpjekje që të arrijmë standardet që kanë vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi arritur një marrëveshje shumë të rëndësishme me Fond Monetar Ndërkombëtar, e cila do të na mundsojë që ne të ndërtojmë edhe rrugë të tjera të rëndësishme për vendin. Me këtë autostradë do ta lidhëm me autostradën për Gjilan. Do të vazhdojmë deri në Podjedh me autostradën Ibrahim Rugova. Do të zgjerojmë rrugën për Mitrovicë dhe do të arrijmë Mitrovicë me autostradë. Edhe po ashtu do të rekonstruojmë linjën hekurudhore e cila na lidh nga Honi Elezi deri në Leshak. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka shprehur kënaqësinë për realizimin e pjesës së parë të kësaj autostrade. Arben Xhaferi, figura jon e madhe e mendimit politik kombëtar, është duke u përjetësuar me një vepër madhështore të një autostrade me standardet më të larta botërore. Andaj urime të gjithëve bashkërisht. Nderuari kryeministri i Republikës Kosovës zotëri Isa Mustafa, ju jeni duke bërë një punë jashtëzakonisht të mirë për zhvillimin e vendit tonë. Ne po vazhdojmë në bashkëqeverisjen e përbashkët me përfundimin edhe kësaj vepre të madhe kombëtare, autostradës Arben Xhaferi dhe gjitha projektet të cilat ju i përmendet. Ne duhet të vazhdojmë bashkërisht se ja kemi borxh qytetarëve të vendit tonë dhe këtij vendi zhvillimin edhe më të fuqishëm ekonomik. Ne duhet të vazhdojmë autostradat e komunikimit dhe integrimit qytetarëve tanë, të kombit tonë dhe vendit tonë me vendet tjera. Ne duhet bashkërisht në njëjtën kohë të vazhdojmë autostradat, të ndërtojmë, të zhvillojmë projektet e autostradave, të zhvillimit ekonomik, autostradat të zona të lira ekonomike, lehtësira për bizneset tona, veçanërisht për fuqizimin dhe ngritjen e prodhimit vendor dhe nxitjen e investitorëve të huaj që të investojnë në atë dhëjon tonë. Ne do t'ja arrijmë me qëllimin më të mirë dhe me dëshirën dhe synimin e këtij shteti dhe këtij vendi dhe këtyre qytetarëve bashkërisht këtë pozitë dhe opozitë. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku ka deklaruar se vendi ku është ndërtuar nyja lidhëse e segmentit të parë të autostradës Arben Xhaferi do të ndikojë në zhvillimin e gjithëmbashëm të vendit. Kjo është lidhja e dy veprave më të mëdha infrastrukturore në vendin tonë, autostrada Ibrahim Rugova me autostradën Arben Xhaferi. Pikërisht ky vend ku ne sot qëndrojmë së bashku, kjo pikë dhe kjo vepër paraqet nyjen lidhëse kryesore në Kosovë. Kjo nyje lidh dy autostrada tona me rrugën nacionale Prishtinë-Gjilan me gjatësi të përgjithshme prej 5 kilometra. Kjo nyje lidhëse bashkë me segmentet e mëhershme të përfunduara nga Bresja në Besi do të shërbejë edhe si unazë perëndimore e Prishtinës, duke mundësuar lehtësimin e zhvillimit të komunikacionit përgjatë kryeqytetit. Sot Kosova mund të konsiderohet një nyje lidhëse e rëndësishme për ekonominë e rajonit, nga se me sukses po realizon një rrjet infrastrukturor të integruar që është parakusht për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Kjo vepër madhore infrastrukturore, një pjesë e cilës po përorohet sot, paraqet së ndërtimin e një pjesë të programit të qeverisë së Kosovës 2015-2018 për infrastrukturën rrugore. Me përfundimin autostradës Prishtinë-Honi Elezi, Kosova përmbush kërkesat
për ndërtim të korridoreve evropiane të përcaktuara në forumin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor, si dhe me observatorin e transportit të Evropës Juglindore. Të pranishëm në këtë ceremoni kanë qenë edhe ambasadori amerikan Greg Delavi, i cili tha se me këto rrugë lidhjet infrastrukturore të Kosovës me vendet fshinje po përmirësohen dukshëm. I often speak about my goal of connecting Kosovo more firmly to the structures of the Euro-Atlantic community. 80% of those working on Route 6 are from Kosovo. 1,200 Kosovo workers are expanding their skills and experience and earning a good salary through their employment on this road. About half of all materials used for Route 6 are sourced from local companies through competitive tenders. Companies in Kosovo are thus building capacity and expertise. They are also creating jobs and enhancing private sector competitiveness. For each euro spent on Route 6, nearly 65 cents are returned to Kosovo's economy, either through subcontracts or direct hire salaries or the tax authority. Nga ana tjetër, ambasadorja turke në Kosovë, Kivilicim Kilic, ka thënë se është e lumtur që një kompani nga Turqia bashkë me atë amerikane po ndërtojnë rrugë të rëndësishme për Kosovën, që do të ndikojnë si në aspektin automobilistik ashtu edhe në atë social.